Allahu Dhul Gjelal këtë njeri krijes e ka dallu prej krijesave të tjera. Dhe Allahu Dhul Gjelal thënë në Kur'an: "Wa laqad karramna bani Adam", ne bita Ademit i kemi ndëru. Allahu Dhul Gjelal thënë në Kur'an: "Wa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim", njeriu është kriju në formën më të bukur. Gjitha krijesat tjera Allahu Dhul Gjelal që i ka kriju, po njeriu e ka veçu dhe e ka dallu me shumë gjana që nuk i ka dhënë krijesat tjera. Qit njeri Allahu Dhul Gjelal prej në femiri, prej se e krijon Allahu Dhul Gjelal në për burgje të ndryshme kalon. Spari Allahu Dhul Gjelal e sprovon njeriu në burgun, në barkun e nanës. Është në izolun, është i burgosun, nuk mund me lëviz, janë të pakta lëvizjet e format e tij. Pastaj si të lind prap një burg tjetër që është në djepin e nanës, i lidhun, e në gjumë, edhe ishte pa lëvizshëm. Pastaj kur të rritet në burgun e shkollës, nuk ka me lëviz, është ora, është koha, nuk guxon me dal kur dush, nuk guxon me lëviz kur dush. Pastaj pe këtij burgut kalon në burg tjetër. Ai është burgi i punës, 8 orë në punë kimë nejt pa lëviz. Kimë nejt çato, nuk guxon me lëviz, me dal pa e pyet shefin ton ose udhëhecin ton. Pastaj burgu i fundit është nata e burrit. Derisa Allahu Dhul Gjelal ty ta jep një lëvizje më tutje, ose xhenetin ose burgun e përjeshëm të xhenemit. Prap Allahu Dhul Gjelal ne ka dhënë këto të mirat dhe Zoti Dhul Gjelal për ne thot: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha", me bamendja më shkut, mirat e Zotit më numru, keni mu lotën kohën, s'keni mujt mi listu. Edhe pse ne ka dhënë Zoti këto të mira dhe ne ka dallu edhe prej melaçave, prej shejtanëve, prej shtazëve, prej shpesve, prap Zoti Dhul Gjelal neve ne ka ngushtu jetën, nuk e mujna mi ba lëvizjet çka dojmë na. Disa gjana e ka bë halal, disa ne ka bë haram, disa ka ndalu me shku, diku ne ka urdhnu me lëviz. Dhe kështu është jeta jonë. Mirë pa ajo që e kryesorja është nata e burrit, që atje ku mas rreziku, që atje ku Allahu Dhul Gjelal neve komë na morën pyetje për çdo të mirë që kemi bë dhe për çdo të keqe që kemi vepru. Ato të mira që kemi vepru, zemra jonë ai ka dhënë urdhna të mirë që durt, e kam, e trupi, e goja, e gua, e krejto të mira me punu, apo ke ba për sy e faqe. Nëse ke punu për Allahun Dhul Gjelal, gjitha i ki se vapet pranume të Zoti. Nëse i ki për sy e faqe, qof namazi, qof sadakaja, qof në i punë e mirë që ke ba, vallahi kejtë dhe ato ka me në shku pësht. Dhe ato gjënajet e cilat i kemi ba, qof me qëllim ose pa qëllim, përse cilën Zoti Dhul Gjelal kom na pyet. Kur ka vdek Omer radiallahu anhu, khalifja e dytë e muslimanëve, e ka pa Osmani radiallahu anhu në andër të një të natë, që ka vdek. Pithet Omer, kur erdhen me të pyet në kiri dhe mu në kiri në varë, që ka ju the? Thot vallahi momentin që ju nardhë dy melaqet Allahu Dhul Gjelal, edhe më kanë ullë në varë për me marë në pyetje. Ka arë në kiri dhe mu në kiri. Të dy melaqet i kon vetu në i pari, men rabbukume, e Zoti juve kush është? Në fakt melaqet do të me të pyet ty. Kush është Zoti jyt? Kush është feja jote? Kush është pejgamberi jyt? Dhe Omer radiallahu anhu për shkak imanit dhe besimit dhe njerëzillakut mas që ka pas, po i thot melaqet men rabbukuma, e Zoti juve kush është? Melaqet ka thonë Zoti juve është Allahu Dhul Gjelal. Sepse Omeri ka qenë për krijesat më të dallunit Allahu Dhul Gjelal. Dhe krejt jetën e tij e ka dhënë për Zotin Xhelel Xhelalu dhe Xhelel Shanu. Shumë ajete të Kur'an për ta kanë zbrit. Për atë arsye edhe në varr, edhe natën kur i del shpirti, edhe në urën e siratit, edhe kur dalën para Allahu Dhul Gjelal, është Omer, është burr. As i tutet nasës vorrit, e as i tutet me laçet të Allahu Dhul Gjelal, asa ka qenë tokë tu ec, ky ka ecë në rrugë iblisi, komandanti këtë dreshtin vaj ka ikti tërka. Prej imanit madh të Omerit, prej besimit madh që ka pas Omeri radiallahu anhu. Sepse njeriu ka lënë këto etapa dhe do të me pas kujdes njeriu, sepse një fjalë jotja ka mundësi që shumë të kushton te Allahu Xhelel Shanu. Ka qenë një njeri i pasun dhe një njeri me pozit. Dhe ka menduar që krejt ato gjana që çka i thot ky janë pranueshme për arsye se ata që në kanë nënte dhe ma do pësaj materialisht krejt e kanë pranuar çka ky ka thonë. Dhe ka menduar që njeri shumë i madh. Një ditë ka dalë me një shkretin dhe një insekt që quhet khunfus në gjuhën arabe, unë gjitë lartë kamës së tij. Dhe ky kam shumë e dore ka myt insektin.
Dhe po thot që ky insekt, çka I ka vënë Zoti që I ka kriju? As nuk bën punë, as nuk bën kur gjë, edhe po e gjun larg. Allahu dhul xhelal thot ke buret kelimeten takhruju min afwahihim, kujdes fjalët e juaj çaj qitni, sepse fjala jote që del Allahu dhul xhelal e shkruan. Dhe po e nënçmon krijesën e Zotit xheleshanuhu, një insekt. Çka duhet në kjo punë? Dhe Allahu dhul xhelal mas një kohë e sprovon. Dhe e sprovon të njëjtën kam. Dhe infektohet kama e tij. Dhe doktor vendosin mja kaput kamën, po I thot dikur që një doktor që kalumen I ka shëru njerëz me bari bimor. Kur ka shku atje, po I thot duhet me marrë qit insekt, njëtin insekt që I kishte myt, njëtin insekt që e ka kap me dorë duke thënë çka vyn ky? Ky s'vyn kur gjë. Edhe ka gjuhë dhe ka hudhë dhe ka nënçmu krijesën Allahu dhul xhelal, çaj insekti ka shëru kamën. O Zoti dhul xhelal, neve çdo sen që ka kriju, për të neve ka kriju. Çdo sen Allahu dhul xhelal për ne ka nënshtru. Çdo sen Allahu dhul xhelal për të mirë njeriu të ka bë, që njeriu me kan I nënshtruan te Allahu dhul xhelal dhe mi thon Allahut elhamdulillah. Kjo ndodh ky mësim ka ndodhur te pejgamberët e Zotit xheleshanuhu. Jakubit alayhi salatu wassalam. Sa herë që është mërzit për Jusufin që kanë thonë e kele u dhib, e ka hangër ujku, dhe I ka humbë një kohë gjatë Jusufi, në fund që ka thonë, inni u fëvvidu emri ila Allah, krejt gjendjen tem emocionale, e shpirtrore, këtë mërzit që I kam, o Allah, në derton I qëj. Vetëm të ti o Zot. E Allah I dhul xhelali ka thonë, wa izzeti, wa gjelali, pasha fuqinë dhe madhrin që unë e kam, edhe Jusufin edhe Bunjaminin, dy të shtëpia kom I t'i kthy. Fjalë, jo tjetër sen. Ibrahimi alayhi salatu wasalam kur Allahu dhul xhelal ka gjun zjarr, po shko Xhibrili pe thot eleke haja ya Ibrahim, a mos kina nevojë për mua Ibrahim, Allah im ka thu. Xhibrilin alayhi salam e ka thun zjarr te Ibrahimi alayhi salam. 40 sa ditë kanë et Ibrahimi zjarr. Po thot Ibrahimi hasbunallahu wa ni'mal wakil, mjafton ndihma e Zotit, ama jo jotja Xhibril. Allah që të ka thu ty, un kam nevojë për çat Allah, jo për ty. Se ti je krijes, unë jem krijes. Yunusi alayhi salatu wasalam kur ka rënë barkun e peshkut në deti, fjalën këto këtë fjalën. Çfarë thot Allahu dhul xhelal Yunusi? Thot inni kuntu min adh-dhalimin, o Zot, unë jem një rob gjunahçar, unë e kam bërë gjunah o Allah. Shpëton me këtuit, Allah e ka shpëtuar. Kur Ibrahimi alayhi salatu wasalam e çoi urdhin vën, Allahu dhul xhelal ja çiti kurbanin dhe dashin ja zbriti poshtë. Këto janë fjalë, sepse me fjalë bëhesh musliman. Duke thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, kimë hin fe kimë bë musliman. Po duke mohu këta kimë dar prej fesë kimë shkon në xhenem. Për ata syje Zoti dhul xhelal ke buret kelimeten takhruju min afwahihim. Nga një herë fjala që del nga ti, me pas kujdes çka po qet, me pas kujdes çka po fol. Që ajo fjala jote ose mund me qenë thumbuse, ose mund me qenë bela, ose mund me qenë telashe, ose dikon e shtin burg, dikon e hjek prej pune, dikon e shtin telashe në bela, dikush vritet, dikush e në varr prej fjalës tane dhe temës, prej guës tane. Po dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë busqesha sadaka, fjala sadaka, nuk ka këtë dynja sen më e mirë se sadakaja o vllazën, o xhamat. Vallahi, këta ta njerëz të cilët kur dalën para Zotit dhul xhelal, kanë me lyp me u kthyn këtë dynja, kanë me lyp veç me dhën sadaka kur gjë tjetër. Dhe ka përmend Allahu dhul xhelal në Kur'anit që njerëzit kanë thënë, o Allah, kthena, rikthena edhe një herë në dynjat. Pse ka thënë Allahu dhul xhelal? Ka thënë li eta sadaq, që me dhën sadaka. Nuk ka punë më e vlefshme se sa sadakaja. Nuk ka punë më e mirë se sa sadakaja. Nuk po thojnë ta njerëzit kur zdesin, nuk po thojnë Allah kthena në dynjat, falum, e ta xherojmë, e në qabe të shkojmë, e të bëjmë tajt, jo, hiç asnjë prej tyre s'po thojnë. O Allah, vi dhojmë sadaka. Sadaka është punë e madhe. Nëse s'ki lëmosh me dha sadaka, ki buzqeshe me dha sadaka. Nëse nuk lëmosh me dha sadaka, ki vizit me ba smutin, ki vizit me ba familjarin, vllahun tën, motrën tonë, të afërmit e tu. Ajo sadaka. Ne kemi nisë me mbulu këta, kemi nisë me largu këta, kemi nisë me harru këta, pastaj kur dalim para Allahit dhul xhelal, kemi pa që shumë në minus të madhe kemi ba, sepse sadakaja gjaja më e madhe. E lusë Allahun xheleshanu që Zoti i madh na i zbut zemrat tona që na t'ju ndihmojmë tjerëve. Allahu dhul xhelal na e pranon ato që kemi dhënë. Zoti dhul xhelal na e pastron zemrat tona, na e mbush me iman. Ja Rabbi, o Zot, që jemi të bun këtë vend, të bëna në xhenetin tonë. Falë gjunat e tona dhe falë gjunat e prindve tonë dhe bashkona neve në hajër ya Rabbil alamin. Yaqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin.